Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Tringa, po filloj me ju, apo dëshiron të flasë Deniza? Nuk ka problem, Tringa... Tringa, po... Tringa se është ajo. unë të drejtova ty ta nga trova emrin. Ska problem, le të letë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov i ka thënë sekretarit amerikan të shtetit. Rubrikën sportive do të nisim me informacionin nga futbolli kosovar, por me çfarë konkretisht? Lutem mikrofonin e ndez. Pyetjen e dëgjove, mund vazhdosh me informacionet. Rubrikën e fillojmë duke kërkuar falje se kam harru mikrofonin. Ndalë dhe do të vazhdojmë. Do të vazhdojmë me dhënat për motin sot, presim grafikën me dhënat e meteorologëve. Në vendin tonë sot ka mbajtur... Në dhjetor të vitit 1989 u hap poliklinika u themelua. Edhe një herë. Shëndetje, mirë se vini në magazinën informative 21 Live News. Si shihet, kemi disa probleme me energji, po u te kaluan për shkak të shiut të madh. Është miratua ligji për zhurmën në këto momente derisa po lexojmë muzikën, derisa po lexojmë titujt e të përditshmeve tona, muzika po ndëgjohet. Lajmet flash. Sala alternative. Ju dini, është një listë gjatë e projekteve që ka disa vite që mbështeten nga Gizi, nga Banka Gjermane për zhvillim dhe drejt nga qeveria Gjermane në fushën e... Kemi një problem pak të vogël. Megjithatë, tash më lajmëron regjia nëse kemi mundësi ta shohim përsëri këtë kronik apo të lajmëroj një kronik tjetër. E ndjekim. Apo jo, okej, në rregull, po presim që edhe kjo të jetë gati. Në kryeqytet ndjekim reportazhin e kolegut Abaz Krasniqi për kryeqytetin. Okej, do të ndjekim... Tash, si këngë e fundit në konkurencën për hitin e kësaj jave, për ndonjë arsye nuk keni qenë me ne, bukur. Financimi, që edhe mikrofonin a prishet. Unë i prishi dhe se. Qëre, rëndësishme është në mudok mirë, ajo mirë, mysafir të nga... Tani jemi në qarësinë e qytetit të Pejës, ku jemi duke shkuar edhe njëherë. Ja nuk e di, cilin këto të rejnë Xenit ta? Xenit që kënon? Hajde për janisim se, po shkretojmë në isa më mirë. Një video me një fëmi, me një bebush, që kjo që Vetëm 14 muaj që më duket se 14 muaj i ka kjo vajzë, ku mos me u bo krenar, kur shes se një fëmi 14 vjetë mundet me shqit aqë mirë me snowboard. Kryeministri i Islandës, Sigmundur Gunnlaugsson, ka dhënë dorëheqje. Më falë pyetje se nuk e aseton. Isha duke biseduar. Ndoshta ajo ka ndiku te unë që të mos jem shumë me disponim të mirë. Alo? Mirëmëngjesi. Ku ja arrovajmë në kësaj virone komune, në kanë qitë pas jakën berë, avionit që shkanë për pjeta ja? Pre cilit vend të matrisni dhe njerëzoj? Hajtë. Alo? Mirëmëngjesi nga Vushtria, nga lagja Boletini, kemi probleme ujra të zeza, uj dhe rrugë, ju kemi informuar dhe juve. Alo? Shka pak më është zoja kështë? Mishë ndëruar, Muzeu i Pejës në katin e dytë, ose të në mirë në katin e parë. Është bora e parë që ka rënë në Mitrovic. Është bora e parë që ka rënë në Brezovic dhe trashësia saj. I përmendë disa prej projekteve, opa, vesh pak të lutna se po nëzon peshk këto. Në anën tjetër, partit opozitare këm ngullin më falni, këm ngullin se kjo marrëveshje është në dëm të Kosovës. Një çift bashkëshortor rrëfen se si kishin vendosur të adoptojnë 2 fëmijë. Derisa kronika të jetë e gatshme për transmetim. Nga regjia nëse tani do të jetë materiali i gatshëm për transmetim. Kemi probleme teknike, cilat shumë shpejt do të zgjidhen,
do të rregullohen dhe se shpresojmë që ta transmetojmë kronikën cilën e paralajmëruam. Regjia? Nëse është e gatshme materiali, mund të shkojmë? Robi. Urna. Shune mëre pak shire i jep një poplë si diçka, këni vjetë mira, jo, jep një pak shire bile. Objekti vjetër në të cilin për shumë vite nxënës të shkollës fillore kanë vijuar mësimin paraqet rrezik për shëndetin dhe jetën e nxënësve dhe anketë. Kosova Distria Krasniqi fitoi Gjudistja nga Kosova Distria Krasniqi fitoi medaljen e argjentit. Kush është për hajde njerë. Ku e prezentuam shtëpin e Bari Koqavic. Kovacitës, në nëzëse e thash edhe herë. Parë do të sjellim të kju edhe parashikimin e astrologëve për gjithë ju, për gjithë ne që për gjithë ju, për gjithë ne, si nderuarin Ahima Bazi, për ne, për ju, për të gjithë. Horoskopi ditor. Për ne, për ju, për të gjithë, ej! Qytetin e Ferizajt përkatësisht në banesën e Argimit dhe Merita, se Kiraqa kështë të thonë. Mund t'i lexoni në faqe me numër 11. Këta pra ishin titujt kryesor edhe të epokës së tretë do të dëshiroja që t'i lexoja, mirë po, në këtë pozitë Ariana mundesh me ndihmu apo është e pamundur? Mirë, AKJ dhe Nisma i ndajnë rrugët me vetëvendosjen, është titulli kryesor i kësaj gazete. Inspektorati policor tani ka një identitet të fortë. Spaku dy titujt kryesor të epokës së re, nëse ju mundeni me i pa nga kjo pozitë aq më mirë, unë po e kam të pamundur. Konsiderohen të rrezikshme për të konsumuar marrë parasysh në Kalojmë tani tek rezultati i zgjedhjeve të mbrëmshme në Maqedoni. Komisioni qendror zgjedhor caktoi 15 dhjetorin si afatin e fundit për dorëzimin, kjo është ka të bëjë me zgjedhjet në Drenas, më pas do të kalojmë te zgjedhjet e Maqedonisë. Faktikisht Komisioni qendror zgjedhor ka caktuar 15 dhjetorin. Ftohtë jashtë po elektrizohen kur po fenirate. Sikon, t'ja u bë çështë dhe po qojnë. Neç, tash e ki këtë ritualin, çkarrak. Klasime revoltuare. Fandit edhe për librin. S'ka problem. Mish, këtu përfundojmë bisedën me zotin Nusret Krasniqi. Folëm për librin Perla. Thuhet këtë ndodhur kjo betejë në Kazakistan, në Kazamistan. Liturgjia kryesore. Batir, sot kishit planifikuar një intervistë me kryetarin e komunës së Gjilanit, Lutfi Azirin, po çfarë ndodhe? Është anuluar kjo intervistë dhe ti dim arsyet. Po, ashtu është pas kësaj kronike që ndoqën shikosit tanë, kam planifikuar që ta zhvilloj një bisedë me kryetarin e komunës Lutfi Aziri, megjithse ai mirë po në momentin e fundit ai më mori në telefon dhe më tha se ka udhëtuar dikun pa e ditur se ku ka udhëtuar dhe në vend të tij bisedën do ta zhvillojmë me drejtorin e zhvillimit ekonomik, zotin Argim Zuzaku. Megjithatë, kur kontaktova me zotin Zuzaku, ai tha se është në Prishtinë dhe Leonor më vjen keq, mirë po ti do ta udhëheqësh këtë bisedë me zotin Zuzaku, meqë është po, si qëtojnë nga njerë kryetarët, më themi kështu, nuk janë serios në punën e tyre dhe ja na sollën këtë problem. Këto ishin ngjarjet të cilat kanë ndodhur pikërisht me 14 dhjetor të viteve të shkuara. Kam të ftuar 3-6 nxënës të shkollës. Ishin lajmet flashtores 13 për më tepër informacion. Është koha pikërisht për një make-up artiste dhe për një thurje që ka përgatitur Blerona. Bëhet fjalë për Arbresha Nixha, ndryshe Grajçevci, cilën do ta ndjekim tani. Jam Arnesha Grabovci Nixha për rubrikë si aktor, çdo herë lidhne ose për autorin që ka shkruar. Jam i angazhuar për projektin. A ki fobi prej qenve? Po shumë. Për në me? Po valla. Arian largoje. Është po si tradit me realizu një album live. Ja, i largoj. A të hupi topja, po është në qka të ryta. Qëta shio dhe njerë? Po thëmë që shkallove në deti. Po vas, në...
Hien e triumfit të Majlindës dhe Norës në Gjakov, ndërkohë po zhvillohen edhe Nora Gjakovës, jo Norës në Gjakov. Nora Gjakovës në Rusi. Më falë. Po, tashmë lajmi i fundit është se sa po u miratua buxheti i Kosovës për vitin 2016 në parim, flasim... Po, faleminderit Liridona, pra të nderuar shikues, projekt buxheti për vitin 2017 ka kaluar... Qyshe? Po, urnoni? Të uroj sukses për çmimin Nobel që ke marrë. Çmimi Nobel? Po. Do të kishte qenë mirë ta kisha marrë, po... Nuk e ka marrë ende. E ke meritur çmimin Nobel. Ku mund ta gjejmë librin gjuhën shqiptare në suedisht? Edhe në luftën kundër shtetit islamik në Irak dhe Siri. Këtu në sheshin Zahir Pajaziti ishte një pritje shumë e mirë e publikut. A ka tash ndonjë emër i cili do të jetë i veçantë për koncertin e fundvitit? Tash me këtë ju na detyrut me lutë. Pak muzikë rap live. Skena e Prishtinës është një... Ndoshta ekskluzive për herë të parë do ta themi tani. Nesër kena me ndes dritat. Edhe kështu që nesër bëj gati me kalu mirë në kryeqytet. Okej, qëri, fokusoj pakës, po kanë që e vedan televizor. Drejtor... Drejtor... Një artista të ri edhe pa ku për me urit me mri moshën madhore. Për ngjarjen e ditës së nesërme, nesër do të ndezën dritat. Okej, po na pamundsohet pakës të realizojmë intervistën, megjithatë drejtori do të na informoj shpejt. Dje Ismail Kadares, fakt ju dorëzua. Kam edhe një porosi. Mos harroni me këshir filma. Mirupafshim. Atakojnë familjet, problemet të ndryshme, faktor tjetër janë, domethënë edhe faktor socioekonomik, të cilët Përveç banorëve të kësaj shtëpie, tash harrova drejt. Thonë se rreziku është... Ku çdo vit tradicionalisht organizohet një garë me revole siç e ka Ariani në dorë me ujë. Nëse nuk ju pëlqen një gjë e tillë, nuk duhet të shkoni në muajin korrik. Arian, nuk ke plani me a fillu me vlog pa paralajmëruar story. Sidoqë që në fillim të muajit korrik organizohet një garë e tillë, ndërsa këtë edicion një surprizë ishte për gjithë kalimtarët dhe qytetarët, ishin zjarr fiksit ata që erdhën dhe i spërkatën që gjithë. Apo është linjë e cila ka dështuar, mund të ndalë shtirisht. Po. Largimin e bajameve është... Shtarëve të cilë janë, liderat, se cili prej tërve e ka... Jo më shfarë. Do të zhvilloj një bisedë të drejt për drejt me zëdhënësin e Inspektoratit Policor të Kosovës, Arber Beka. Fitore, linja për ju. Përshëndetje Leonora, si që përmendet edhe ju, këtu pranë vetës kam zëdhënësin e Inspektoratit Policor të Kosovës, Arber Zeka, atëherë zoti Zeka, Inspektorati Policor... Këngën e saj të njohur My Heart Will Go On, që ishte edhe kolonë zanore filmit Titanic vitë më parë, tash më kanë Okej, s'ko. Ku të qëlloj bashkë sot dita e parafundit e programit mëngjesit, sa i përket para se me dalën, po shemë më shpërthej gaze, e di që kemi marrë të s'ka lidhe, mirë është. Ishim duke folur... Të ndëruar shikues, tu e përfundoj magazinën informative 21 Live News. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirëmbëngjes. Arian? Çfarë tikmit Ariani? T'ja bojmë edhe na këtini një kamerë. Jo të më shef, po kështu ashtë i qare.